shembujt që unë i sjell për të thënë se sa i tepërt është në fakt pezullimi i një ministri. Sepse faktikisht ndryshe nga çdo funksionar publik që mund të pezullohet, ministri i pezulluar jo vetëm që nuk firmos dot vet asgjë, por ama bën që askush tjetër të mos marrë dot vendim dhe të firmos gjësendin e emër të dikasterit. Si doja bëjmë? Dhe këto janë punë bllokuara që do të shtohen për ditë. Prandaj edhe unë kam shkuar në gjykatën kushtetuese. Sepse nuk jam këtu për të folur për parimin e mossënimit të balancës mes pushteteve teorikisht, për mos ndërhyrjen e një pushteti tjetër në përbërjen e ekzekutivit teorikisht, për mosmarrjen e kompetencave të kryeministrit nga një prokuror i gjykatës teorikisht. Jo, unë nuk flas teorikisht. Dhe as nuk jam këtu të ndërhyj në punën e prokurorit të gjykatës në fjalë dhe as merrem me pse dhe si ata po merren me një dosje të caktuar për një antar të caktuar të kabinetit. Jo, unë flas për cënimin konkret të balancës mes pushteteve. Për ndërhyrjen konkrete, brutale, në përbërjen e qeverisë, për marrjen konkrete të kompetencave që kushtetuta ja jep kryeministrit